Të nderuar shikues, përshëndetje. Pas luftës së parë civile në shtetin Islam mes kalifit Aliut dhe guvernatorit rebel të Sirisë Muavijes, e sidomos pas dobësimit të kalifatit Abasid, shoqëria muslimane do të fragmentizohej shumë dhe si pasojë do të paraqiteshin shumë principata dhe shtetet vogla ndër dekada dhe shekuj që pasojnë. Ashtu sikur që ndodhi me Selgjukët, Ejubidët, Buhejvidët, Osmanët dhe shumë të tjerë, në shekullin e 16 do të paraqitej shteti i parë shiit në territorin e Iranit të sotëm dhe ndarja sektare do të merrte formë serioze të fragmentizimit që kur më të mos gjenin qetësinë e luftrat e përgjakshme mes dy sekteve të vazhdonin madje edhe deri në ditët e sotme. Megjithatë, niveli intelektual, shkencor dhe kulturor nuk do të zbeheshin deri në fundin e shekullit të 18, kur edhe erdhi rënja e perandorisë osmane, shtetit të fundit islam, pra i cili do të merrte edhe rrugën pa kthim. Para se të bënin shtetin e tyre apo perandorin, Safavitët të cilët jetonin në territorin e Azerbejxhanit sotëm themeluan një vllazëri sunite sufite që mlodhi rreth vetes fise turke, luftëtar të Zot që më vonë do të njihen si Kızılbaşı apo Kokkuqt. Do të vazhdonte kështu deri në ardhen e Ismailit në fronin Safavit, i cili pasi e shpalli veten shah apo mbret, do të bëjë kthesën e madhe. Si një shiit i devotshëm, ai vendosi të bënte çdo banor të territoreve në kontrollin e tij të adaptonte shiizmin dhe shpalli pra shiizmin e 12 vjetëshes të jetë feja zyrtare dhe detyrueshme e shtetit. Menjëherë pas kësaj, Ismaili urdhëroi shpërndarjen e vllazërisë sunite dhe ekzekutimin e gjithë atyre që refuzonin ta pranonin shiizmin. Ai pretendonte të ishte përfaqësuesi toksor i imamit të 12, e që sipas doktrinës shiite është Imam Mehdiu, që Zoti e ka fshehur prej njerëzve dhe i cili do të rishfaqet kur të vijë koha e duhur. Shah Ismaili dhe krijimi i shtetit, ashtu si Osmanët, u ngritën nga origjinat modeste midis fiseve të Anadolit, për të drejtuar një perandori botërore. Kështu dhe rivalet e tyre Safavit në lindje dolën nga errësira relative për të krijuar një shtet perandorak dinamik të begat. Safevidët ishin ose me origjinë kurde, ose me origjinë turke. Në fundin e shekullit të 13, një antar i familjes Safevide themeloi një vëllazëri fetare sunite sufite në Azerbejxhan, në rajonin turqisht folës të Iranit veriperëndimor. Vëllazëria bëri për veten ndjekës të flakt midis fiseve baritore turke të zonës. Dhe ndikimi i saj ishte shtrirë nga fundi i shekullit të 15 në Anadol dhe Siri. Krerët e vëllazërisë i udhëhiqnin fiset në ekspedita kundër të krishterëve të Kaukazit, duke fituar me këtë fuqi temporale, si dhe duke rritur reputacionin e tyre si shërbëtor të Islamit. Ndjekësit e tyre turq u njohën si Kızılbaşı apo Kokkuqt, sipas mbështjellëses së kuqe të kokës që mbanin për të identifikuar si mbështetës të vëllazërisë Safevide. Në vitin 1494, një djalë 7 vjeçar i quajtur Ismail e zëvendësoi të vëllain si prijesi i urdhrit dhe në fund e shndroi atë në një institucion perandorak. Forcat e Ismailit morën qytetin e Tebrizit në vitin 1501 dhe ai e shpalli veten shah apo mbret. Ismaili organizoi më pas një varg fushatash në të cilat Kızılbaşët i vunë në kontrollin Safevit zonat e Anadolit lindor dhe Irakut, duke përfshirë Bagdadin. Ai e shtriu autoritetin e tij në vitin 1510 në Iranin lindor, duke mundur një koalicion të fisnorëve turq dhe duke i vendosur kufit e shtetit të tij në lumin Oxus. Ndjekësit më të përkushtuar të Ismailit gjendeshin midis fiseve të Anadolit, por përpara se ai të mund të organizonte ata për ekspansion të mëtejshëm kundër osmanëve, sultani dërgoi një ushtri të madhe në rajon. Forcat osmane dhe Safevide u ndeshën në betejën e Çalderanit në vitin 1514. Ushtria me barut osmanëve i dërmoi harkëtarët në kuaj të Ismailit dhe konsolidoi dominimin osman në Anadolin lindor. Humbja e Ismailit në Çalderan nuk e pengoi atë që të krijonte një dinasti dhe të ndërtonte një perandori në cilën futin ndryshime fetare të gjëra, revolucionare. Ai ishte përgjegjës për vendosjen e shiizmit si fe shtetërore e Iranit.
Vëllazëria Safevide ishte krijuar si një urdhër sunit, dhe historianët janë të paqartë se kur udhëheqësit e saj adoptuan shiizmin, apo madje nëse ata bën kështu përpara sundimit të Ismailit. Është e njohur se gjatë rinisë së Ismailit, atë e strehoi një sundimtar lokal shiit, dhe ai mund t'i ketë fituar atëherë bindjet e tij shiite. Çfarëdo që t'i jenë burimet për besimin, Ismaili u bë një shiit i zjarrt dhe vendosi ta bënte çdo banor të territoreve nën kontrollin e tij të adoptonte shiizmin. Kur ai e shpalli veten shah në vitin 1501, e shpalli gjithashtu shiizmin e 12-shes të jetë feja zyrtare dhe detyrueshme e shtetit. Ismaili garantoi respektimin e shpalljes së tij, duke i shpërndar vëllezëritë sunite dhe duke urdhëruar ekzekutimin e gjithë atyre që refuzonin ta pranonin shiizmin. Ndërsa në Iran nuk kishte establishment fetar shiit ekzistues, Ismaili e krijoi një, duke importuar ekspert ligjor dhe ulema shiit nga tokat arabe, veçanërisht nga Libani. Këta zyrtar fetar mbushën boshllëkun në rangjet më të larta të hierarkisë fetare dhe vunë bazën për shfaqjen e një klase ulemaje shiite të gjallërishme. Versioni i shiizmit të 12-shes, të shpallur nga Ismaili, përmbante shmangje të rëndësishme prej doktrinës së pranuar më herët. Ismaili pretendonte të ishte pasardhës i imamit të 7, të që veti frymëzuar hinisht dhe të që përfaqësuesi toksor i imamit të 12 të fshehur. Ai e portretizoi veten kështu si të udhëzuar nga imami dhe të autorizuar për dhënë gjykime të pagabueshme mbi çështjet ligjore dhe praktikat fetare. Pretendimet e Ismailit u pranuan gjithësisht dhe autoriteti fetar që ai pretendoi për veten u pranua të jetë i pranishëm edhe të pasuesit e tij në detyrë. Nën pasuesit e Ismailit, shiizmi zuri fort vend si feja e shumicës dërmuese të iranianëve. Sido që ky përfundim nuk e bëri shiizmin sinonim me kulturën kombëtare iraniane, siç kanë pretenduar disa, ai e ndau Iranin nga fqinjët sunit. Veç kësaj, nga që Safevidët sunduan mbi një perandori të madhe dhe të fuqishme, fqinjët sunit, veçanërisht osmanët, i panë si kërcënim besimet e tyre shiite. Prandaj, suksesi i shiizmit në hapësirat Safevide krijoi një nivel të ri armiqësie midis sunitëve dhe shiitëve dhe e bëri të pasigurt ekzistencën e bashkësive të pakicës shiite brenda territoreve të administruara nga sunitët dhe anasjellës. Zotësia ushtarake e fisnorëve Kızılbaşı krijoi shtetin Safevid. Për ta patur dhe mëtej besnikrinë e tyre, Ismaili u dha udhëheqësve fisnor kontrollin mbi hapësirat të gjëra toke kullote dhe i emëroi me të fuqishmit e tyre si qeverisës provincial. Kjo praktik nuk ndryshonte në mënyrë të dukshme nga politikat e ndjekura prej sundimtarve e duzina principatave dinastike të shkurtëra që u kishin paraprirë Safevidëve. Megjithatë, Ismaili ngriti institucione të reja administrative, që i dhanë mundësi shtetit Safevid të bëhej shumë më i qëndrueshëm se pararendësit e tij të aty paratyshëm. Ai nisi të drejtojë një aparat qeverisës, duke i caktuar iranianët urban në postet burokratike të krijuara rishtës. Tension pati midis klasës në lindjet burokratëve iranian dhe udhëheqësve fisnor Kızılbaşı, të cilët ishin përjashtuar përgjithsisht nga administrata civile. Me vdekjen e Ismailit, në vitin 1524, perandoria Safevide ishte në një fazë kalimtare nga regjimi fisnor usharak në perandorim burokratike absolutiste. Një problem i her pas hershëm për të ulurit në vendin e Ismailit ishte fraksionizmi i fisnorëve Kızılbaşı dhe rezistenca e tyre dhe kontrollit të shtetit. Përpjekjet për spikatje midis udhëheqësve Kızılbaşı dhe revoltet e tyre të herahershme kundër qeverisjes nuk i lejuan ata që t'i mbronin efektivisht hapësirat Safevide. Kur Shah Abbasi u ngjit në fron, inkursionet fisnore turke në lindje dhe përparimet osmane në perëndim kërcënonin t'i zinin frymën perandorisë së tij. Abbasi e ktheu përmbys situatën nga ta të pjeta në një erë të mbar Safevide dhe sundimi i tij shënoi kulmin e shtetit Safevid. Ai i rimori territoret e humbura në kufit lindor dhe perëndimor, duke përfshirë Bagdadin, nisi reforma radikale në vend dhe e bëri kryeqendrën e tij Isfahanin,
një qytet të bukur, të gjallërishëm nga pikpamja kulturore. Duke njohur nevojën për t'i kontrolluar udhëheqësit e pabindur këzëllbashë, Abasi krijoi një kundërpeshë ushtarake për ta, në formën e një ushtrie aktive mbretërore, të përbërë nga sklevër të konvertuar të krishterë, të kapur gjatë ekspeditave në Kaukaz. Kjo i ngjante sistemit osman të sklevërve. Ushtria e re e gulamëve, apo sklevërve ushtarak, ishte një forcë zjarri që përfshinte trupa artillerie dhe këmbësori të armatosur me mushqeta. Kjo ushtri, e cila mund të ketë numëruar pas një kohe 37.000 trupa, ishte financuar drejt për drejt nga shahu, dhe kësaj jepte llogari drejt për drejt para tij. Shah Abbasi transferoi tokat nga udhëheqësit fisnor te pronat e tij mbretërore. Ai po ashtu i ktheu sipërfaqe të mëdha të Iranit në tokat kurorës, të ardhurat e cilave shkuan drejt për drejt tek ai, jo te thesari i shtetit. Ai e financoi me këto të ardhura ushtrinë e reaktive. Politika Abbasit e transferimit të tokës dhe kontrolli i tij drejt për drejt mbi forcën e re ushtarake e dobësoi bazën e fuqisë këzëllbashë dhe përqendroi të vetja autoritetin e centralizuar mbretëror. Në vitin 1598, Shah Abbasi e përcaktoi Isfahanin, një qytet të ngritur në Iranin qendror, si kryeqytetin perandorak. Isfahani ishte tashmë një qytet i ngritur dhe kishte qenë dikur kryeqyteti Selçuk. Por Abbasi e shndroi qytetin, duke shpenzuar shuma të mëdha për ndërtimin e një qendre urbane të planifikuar me kujdes, të shtrirë përgjatë rrugëve të gjëra dhe të zbukuruar me xhami tër dekoracion, me një pallat mbretëror, me banesa private luksoze dhe me një pazar të madh. Ky shkëlqim material, bashkuar me mbështetjen bujare të Abbasit, i tërhoqën artistët dhe dietarët, prania të cilëve e pasuroi jetën intelektuale dhe kulturore të qytetit. Isfahani u bë katalizatori për një shpërthim të kulturës persiane, që u përhap në qytetet e tjera safevide dhe vazhdoi pas vdekjes së Abbasit. Isfahani ishte gjithashtu një qendër tregtare e lulëzuar, tregtarët e së cilës, duke u begatuar në qeverisjen e qëndrueshme, të centralizuar, të krijuar nga Abbasi, u bën vetë konsumator dhe dalzotës. Kryeqyteti safevid kishte në kohën e vdekjes së Abbasit një popullsi të vlerësuar tek 400.000 banor. Për masat e mëdha dhe arritjet mbretëselënse të vendasve, i nxitën banorët të sajojnë mburrjen e tyre të famshme. Isfahani është gjysma e botës. Makineria e centralizuar e qeverisjes që kishte ngritur Abbasi i dha mundësi perandorisë t'i mbetonte pa aftësisë së pasuesve të tij në detyrë dhe t'i siguronte Iranit një tjetër shekull me stabilitet politik. Me përjashtim të një përplasjeje të madhe me osmanët për Irakun, shekulli 17 ishte një periudhë e qetë në cilën lulëzoi ekonomia dhe jeta kulturore. Por në mungesë të kërcënimeve të jashtme ushtarake, shahët safevit e lejuan ushtrinë e kushtueshme aktive të marrë atë pjetën. U hap rruga për një prijes rebel që të marrë Isfahanin dhe t'i jap fund dinastisë safevide në vitin 1722. Rënja e safevidëve hapi një periudhë të gjatë decentralizimi në Iran. Një komandant i fuqishëm ushtarak, që në qendje her pas heret vendoste dominimin mbi bashkimet fisnore kundërshtare dhe t'i vinte pjesë të mëdha të territorit iranian nën kontrollin e vet, vetëm për të patur shtetin e tij në zhvillim të ndarë në fraksione me vdekjen e tij. Përfundimisht, në vitin 1794, një prijes fisnor turk i quajtur Feth Ali Shah krijoi dinastin Kaxhar në Iranin qendror. Sido që Kaxharët ishin dinastia sunduese formale e Iranit, gjërë në vitin 1920, ata kur nuk ja dolën të rikrijojnë centralizimin burokratik apo absolutizmin mbretëror të safevidëve. Safavidët u bën një perandori e fortë dhe kur ata shpallën shiizmin si fe shtetërore, u zoluan nga fqinjet sunit. Veçanërisht osmanët i panë si një kërcënim besimet e tyre shiite, prandaj luftrat mes dy perandorive nuk munguan. Në vitin 1541, në betejën e Çallderanit,
Ushtria Osmani dërmoi ushtarët e Ismailit dhe konsolidoi dominimin Osman në Anadolin Lindor, territor që më herët e kishin pushtuar Safavidët me ndihmën e Këzëllbashëve. Safavidët dhe Osmanët do të gjendeshin përballë njëri tjetrit në fushë betejë edhe në vitin 1638, kur ushtria shiite ripushtoi Bagdadin prej Sultan Muradit të IV. Luftrat do të intensifikoheshin, ndërsa Sultan Sulejmani rimori Irakun nga duart Safavide në vitin 1534, kurse në vitin 1624 Shah Abasi shiit sërish pushtoi Bagdadin dhe masakroi shumë prej banorëve sunit të qytetit. Betejë fundit për Bagdadin do ndodhte në vitin 1638 dhe Sultan Muradi IV rimori qytetin dhe riktheu sunizmin, ndërsa deri në luftën e parë botërore Iraku qëndroi në duart të Osmanëve. Nga koha e pushtimit të Bagdadit nga Shah Ismaili në vitin 1508, deri në ripushtimin e qytetit në vitin 1638 prej Sultan Muradit të IV, Safavidët shiit dhe Osmanët sunit zhvilluan një luftë sa në njërin krah në tjetrin për kontrollin e tokave të Irakut. Kjo përplasje pati një ndikim domethënës mbi rajonin e asaj kohe. Bagdadi dhe tokat e Irakut ishin nën kontrollin Safevid, kur Ismaili futi shiizmin si fetë të detyrueshme për nënshtetasit e tij. Brenda Irakut, tyrbet sunite u shkatruan, xhamit kryesore u kthyen në vend adhurimi shiite dhe u bën përpjekje për ta konvertuar me forcë popullatën. Sultanët Osman, të cilët e konsideronin veten mbrojtësit e Islamit sunit, nuk mund ta shpërfillnin imponimin e shiizmit në territorin që kishte qenë qendër e kalifatit Abasid. As për arsye ekonomike, as nuk mund ta toleronin kontrollin Safevid të daljes për në gjirin persik. Sulejmani i Madhërisëm urdhëroi në vitin 1534 një ekspedit që ja doli ta kthej Irakun në kontrollin Osman dhe ta konfirmoi sultanin Osman si sundimtarin suprem në botën islame. Iraku mbeti në duart Osmane gjerë në vitin 1624, kur ushtritë e Shah Abbasit pushtuan Bagdadin dhe masakruan shumë prej banorëve të tij sunit. Osmanët përsëri u përgjigjen, por ata ishin të paaft për ta marrë qytetin deri në vitin 1638. Sultan Muradi IV, i cili udhëhoqi fushatën fitimtare, i shpërndau menjëherë komandantët ushtarak Osman në territorin e vendit për të rikthyer rritet sunite midis popullatës dhe për ta depuar uleman shiite nga rajoni. Prej atij momenti e gjerë në luftën e parë botërore, Iraku qëndroi në duart osmane. Ndonse kontrolli i portit të gjirit persik, Basrës, ishte një objektiv i rëndësishëm njëlloj për Osmanët dhe Safevidët, intensiteti i luftës së tyre për Irakun le për të kuptuar se diçka më e thellë se interesat ekonomike ishte në lojë. Tokat e Irakut u bën qendra e një gare për supremaci midis sunizmit osman dhe shiizmit Safevid. Territori krijonte imazhe të ndryshme historike për ndjekësit e dy degëve të Islamit. Bagdadi ishte për Osmanët kryeqyteti Abasit për 500 vite, shtëpia e themeluesve të Islamit universal, trashëgiminë e cilëve sultanët Kalif Osman kërkonin ta përjetësonin. Për Safevidët, Iraku ishte shtëpia e dy vendeve më të shenjta në shiizëm, Nexhefit, qendrës së teologjisë shiite, dhe Kerbelas, vendit të martirizimit të Imam Huseinit. Përkujtimi i vdekjes së Huseinit ishte ngjarja më e rëndësishme rituale në shiizëm, dhe shiitët nisën ta shihnin pelegrinazhin në Kerbela si një zëvendësues legjitim të pelegrinazhit në Mekë. E pa në ruajtjen e këtyre vendeve të shenjta në autoritetin shiit si një detyrë fetare. Rënia e tyre në duart të osmanëve ishte burimi i dëshpërimit të thellë. Nuk është çudi që tokat e Irakut, e shenjtë për ndjekësit e dy degëve të Islamit, u bën një rajon i trazuar. Edhe pse mbeti arabisht folëse dhe nën kontrollin sunit osman, një shumicë e popullsisë së tij përqafoi shiizmin. Ndasitë ndërfetare që zunë rrënjë gjatë përleshjes osmano-safevide do të luanin një rol domethënës në historinë moderne të Irakut.
Dhe të ndëruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të emisionit Botan Focus. Ju vazhdoni të qëndroni me televizionin Shenja me episodin e radhës, takohemi javën e ardhshme në të njëjtin termin. Mirëmbëngjes.